Dhjetori vjen me tension, të vërteta që dalin në sipërfaqe dhe nevojë për sqarime të rëndësishme. Astrologët paralajmërojnë se pikërisht në mesin e muajit dy shenja të caktuara do të gjenden përballë vendimit më të madh të vitit, një zgjedhje që mund të ndryshojë drejtimin e jetës dhe të ndikojë në vitin 2026. Peshorja, në mesin e dhjetorit, katrori Venus-Pluton pritet të sjellë në sipërfaqe tensione emocionale që peshorja i ka shmangur prej kohësh. Dëshira e kësaj shenje për ekuilibër dhe harmoni nuk mjafton më, sepse realiteti kërkon një qëndrim të qartë. Një person i rëndësishëm ose një marrëdhënie e gjatë mund të arrijë në një pikë kritike, ku hapja, ndershmëria dhe diskutimi i sinqert bëhen të mosdoshme. Peshorja vjet përballë një vendimi thelbësor, të vazhdojë një situatë të njohur, por jo funksionale, apo të zgjedhë një rrugë më autentike, më të lirë dhe më të drejtë për vetveten. Vendimi është i vështirë, por është dhe çlirimtar. Demi shenja që e vlerëson sigurinë dhe qëndrueshmërinë dhe të përballet me një ndryshim të fortë në mes të dhjetorit. Çështje profesionale të lëna pezull prej muajsh dalin më në fund në pa, duke e vënë në pikë pyetje të gjithë strukturën e deri tanishme. Dilema kryesore për Demi lidhet me karrierën, të qëndrojë në një pozicion të njohur, por që nuk sjell më zhvillim, apo të marrë një hap të ri drejt një të ardhmëje më premtuese. Në lojë mund të jetë ndërheqja, ndryshimi i rolit profesional, kërkimi i një rruge të re apo dhe nisja një sipërmarrje personale. Vendimi marrë në këtë periudhë është afatgjatë dhe mund të hapë derën drejt më shumë lirie, rritjeje dhe përmbushjeje profesionale. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.